Në fshatin Mukje, në thellësi të malësisë së Krujës, jeta nuk matet me orë, por me hapa, dhe njeriu që ka bërë më shumë se kushdo prej tyre është Hamdi Zaja, 92 vjeç. Prej gati një shekulli, ai jeton këtu, ndërsa të tjerët janë larguar një nga një, por Hamdiu nuk e ka braktisur kur as fshatin, as malin, as Bagëtit. Kam njëjtë pak edhe qëpa e ima. Unë me këllë me të mi, kam dy shokë si tu, e një shokë që si tu, e në janë të të shpaj si të poshtë. A jetën rreth 5 kilometra në këmbë, vetëm për të kapur furgonin për në fushë Krujë, aty bën pazarin, blen ato pak që i duen dhe rikthehet sërish në të njëjtën rrugë, po me të njëjtën qetësi. Kur vera vjen, dita e tij nis përpara agimit, ngjitet 2 herë në ditë në mal me tufën e dhive dhe kur kthehet, nuk e lë ditën bosh, ngarkon dru, sistemon stren, shikon kopshtin. Në fshat janë pak shtëpi, por shumë kujtime. Aty është mbajtur konferenca e Mukjes, një faqe e rëndësishme e historisë shqiptare. Hamdiu e mban mend si sot. Kom qenë i vogël. Kom qenë konferencën e Mukjes e maj me në fret. Në kur ka nërë bile kanë pru një farë të marrë dosti për herë parë. E pëtë gazetarja, ajo këtu ose tje. Ta është më falë e shoqe, pojtë. Në vëtë e majtë me në thasë ka qenë që të qova të edhe, të mjalla. Që këtu, thasë ka qenë filoni, kretë më kohë. Mes tim peza, kanë qenë gjithë për prim juk e mveri, arsimi e saj kohje. Edhe vëm lirje najtë 3 nete 3 dit. Popli Mukjes i ka marrë 2 herë në dit, ka qushim ma shafat Buznemali, 1 hemi ata se kanë qenë 6 burra loje për i Gjermanit. Ka qenë rëthu kretë ne i poshtë. Ne i poshtë ka pas balli këmëtare Balkanesh, e mojnë në gondit, ne kanë pas partia komunizmi, si ishin në ndërhullë. E ne vazhdojnë një dhjem nam, këtu u shpërdahu i shoqi jonë, pa qenë me bazën e me ballin këmëtar, si i kishtë shok vetë, sa i pro këtu ata. Së të deshin me bo, këshin desh me bo një heras në Valijës, a kina Gjermani në afer. Gjermani rrugë në vorë, se s'ka qenë rruga nejtë. Shkejmë zalë herë, ka nërmë zalë herë, kishë shoj që ka pas shpajnë që do. Vëhë munka. Edhe ju thau, gjenjë u vendu, thau të atje, hajde shkejmë katonë temë. Se katoni kam pas tonë në shkojë, jëfësha. Erën, i shpërdahu parsimin, anë 60 burra shkunë mëjë. Atje kanë marrë 3 bari i zonje, se si dishin vanat 20, ati molit tjetë, se 3 vana kishte ajë, po me atë me qenë Gjermanë, ne me gurë. Se ishte shkam a ne, su qade rruga dhe një bajru. E ne, Gjermani kishtë afshtane, atë me desh me zhujtë e me më pushka Gjermani të kapë. Ishte tereni dhe. Sot, Mukja ka mbetur pa shkollë. Disa vite më parë, një banes u kthye në klasë mësimi, por numri fëmijëve ra. Tani, ata pak që kanë mbetur, ecin 5 kilometra për të ndjekur mësimet në fshatin fshinj. Një po presh, asfaltje marru. Ata se dhe bokush. Pra ta, si kom pas e herë, so gjujnë atë aktit, lagë më shirë të erdë. Që e nësi që e e vogë, sa në lërë shkolla më kërsaj. Shka shkolla? Me përgjesa hërësimtari, se levedis për rrugës.
Vjetë që i gocë për i kërcoj. Nëse më kur. Fshati është i bukur, i gjelbër, i pasur me udhënj, por rruga është plagë e hapur. E vetmja ndërhyrje që përmendin banorët është ajo e deputetes së zonës, Andja Ulliri. Autoritetet vendore, thonë ata, e kanë haruar mukjen. Ma për të rrugë do në dhe, për kalamajt e shkotë, së në shkonë kalamajt, kanë kalamajt. Inshallah me shkotë, pik vape, pik dimit për shi, për shmas. Kishtë më bëhë asfalti, vjerë gjinë vetë maqinës i vjejnar, e qonë. Gjinë maqinës e bëhë të gropa këtë, ta shë vërë që e ka diti e gotë sa për ju mësh, e ka diti mirë atë rrugë, halalli e bëhë së. Hamdiu nuk një ilaçe, as përtes, jeton me 3 vakte, me djath, raki dhe pak cigare, lëviz lirshëm në teren të thyer, me një trup që flet për vite pune jo për pushim. Një siklet, se si përdore. Kom në një siklet, ha i herë, 2, 3, tak një janë që atë. Në jetë pa dame si reshtë si përdore të hurë. Ilaçet, e? Ja. Dhe të kom ka pension, ha i kohër. Njeroj, shpesë, a ka lej 2 janë, i muj, kam i pësaj, tak. Në një Shqipëri që braktis fshatin, ai është dëshmia që jeta nuk kërkon shumë, vetëm tokë, ajër dhe vullnet.